asnjë zhvillim të ri në mendjen e vendimarrjes politike shqiptare, pavarësisht se ne e pësuam në vitin 2022, asnjë veprim nuk është ndërmarr, lihet çdo gjë e lirë dhe kuptohet kur thuhet e lirë në Shqipëri është e barabartë me grabitje. Më thënë, të gjithë janë mëshirën e fatit. Kjo është ekonomia liberale shqiptare, ku çmimet rriten lirshëm, askush nuk i thot ndal, natyrisht kuptohet ndahen edhe fitimet, edhe superfitimet nga spekullimet në gjenën e naftës midis vendimarrjes politike edhe tregtarëve të naftës, monopolistë. Tani, cilat do të ishin lëvizjet apo veprimet që mund dhe duhet bëj shteti në këto rrethana? E zëm se filloi gjithçka sot. Çfarë mund bëj shteti sot? Përveç një monitorimi që na premtuan. Shiko, këtu për të bërë një diçka në fakt është universale. Për të bërë një diçka duhen 3 gjëra. E para duhet të duash ta bësh, gjë që ne nuk e kemi. Nga vendimarrja politike, vendimarrja politike shqiptare nuk dëshiron ta bëjë. Dhe këtu flas pozitë dhe opozitë, jemi të qartë me njëri tjetrin. E dyta është të dish ta bësh, dhe ju po flisni tani të dish ta bësh duke marrë një qenë që duan ta bëjnë, gjë që është e pamundur. Por në qoftë se do ta quashim që duam ta bëjmë, këtu fare e thjeshtë, numër 1 është që Shqipëria duhet urgjentisht të fillojë të investoj për të ngritur një rafineri të vogël që të plotësonte 20-30% të paktën të nevojave të saj me naftën tonë, pra që të ishte i pavarur relativisht nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të naftës, dhe kjo do na jepte një fuqi të jashtëzakonshme vendore, ekonomike, sigurie kombëtare e kështu me radhë. Së dyti të ngrije atë endin rregullator të karburanteve, siç e kanë shtetet e tjera, që e ka Maqedonia, e ka në një farë mënyrë tjetër Kosova, në mënyrë që nafta e cili është produkti më kryesor i ekonomisë së cili do vendi, për të cilin bëhen luftrat në fakt, ti nështroj një rregulli minimal që e ka çdo shtet i qytetëruar, demokratik ose jo demokratik qoftë. E treta është fakti që neve duhet të fillojmë urgjentisht që të çmontojmë monopolizimin në tregun shqiptar. Pra, këto janë 3 veprime të menjëhershme, të cilat realisht duhet ishin marrë me kohë. Por jeta vazhdon. Unë nuk e shoh në një vullnet në fakt politik për të prishur këtë statu quo, ta quajmë, këtë gjendje të sotme monopoliste, të rësisht negative për qytetarët shqiptar, merren me fjalë të përgjithshme, o ti o unë në pushtet, dhe ndërkohë harrojnë faktin që për te politikës njerëzit ka nevojë të ushqehen, njerëzit ka nevojë për ekonomi. Dhe në fakt është një gjë që situata është kaq e rëndë ekonomike